e mësut këta, nëse është e vërtet? Tash, sa i përket nivelit lokale, para që duhet me bot prerje cezarike është kur pe i gojës teme se keni vetë vendosja që janë kështu, ashtu. E ti, për flasë për partinë, jo për ju personalisht, jo për facën e partinë. Edhe për parti po të flasë. Alianca për Armeninë e Kosovës nuk e ofendon vetë vendosjet, që janë qytetarët e Republikës Kosovës. Ne kemi folë për veprimet e Zotit Kurti dhe për marrëveshjet lokale. Kush është kryetar i vetë vendosis? Zoti Kurti, unë të foljem vetëm prit ma tash 1 minutë, ose vazhdoje kur ta përfundoj. Jo, unë e kreva, vesh. Na kemi marrëveshje edhe në Prizren kem pas, me bindjen që do të fitojmë, kem pas edhe në shumë komuna tjera. Ju këmë thonë prapë në për studio televizive që ju keni mi pa të gjithë me të gjithë. Edhe kështu ndodhi, vetëm se u bo show, debat, pse AK në fush Kosovë, sot e ki PDK në fush Kosovë me shumë drejtëri, me vetë vendosjen. Alianca përfaqësohet me një asamblez dhe një drejtori. Dhe më thonë, tjetër gjo folet publik, po vetëm se na jemi shumë transparent. Për lëvizjet e Zotit Kurti, si the, përmene energjin, i ku marrë të statistika, po tash unë këtu s'po ju lollit shumë, po vetëm ta shohim sa milion euro i kemi qunë 2025 në Serbi, me blerjet energjisë. Sa janë, si pas jush? Rrët 360 milion euro vetëm në Serbi. Vetëm në Serbi. Po, ju kemi afru shifrës 1 miliard që për 18 muj blerjet energjisë. Në 1 megawatt energji në vitin e kalum, hek ndimin e Tiranës që nuk e përmenë qeveria Kosovës, po duhet me e përmenë, me e falenderu, se për vitri ke mujtë me pas tërë Kosovën, po a i ka marrë vendim dhe ka thonë Kosova pas një kusht, duhet me marrë energjinë, që një do të na e kthejnë gjatë verës, për shkak të edhe të rëthana o të prodhimit energjisë në Kosovë. Ka që mirë njojë të na herët. Nëse e shini trekançin qysh funksionon energjia, qaj trekanç ta qetë anulimin e termocentralit Kosova e Re ose Kosova C. Ju po thoni është anuluar termocentrali për të blerë rrymë nga Serbia? 1.000.000%. Edhe agendat që ne i thojmë jënë dyshemta, jënë pikrisht njerëz të njëjtë që kanë ndiku permanent kundër ndërtimit termocentralit të ri. Herë janë dalë që perujmë ambientin, herë kanë thonë megavatit 82 euro shtaj, ne kemi shku dhe në 680 euro një megavat. E kemi blerë rrymë me parë shtetit. Pra i këdho ndimat sociale sot me në gjes, në darë këtë arë faktura e kecit, nesër e ki pagu, që ato mjetë e jënë bashku, u shku blerë rrymë në Tiranë, pej Tiranën Beograd. Edhe ku ja ki ble, njoni pej nipave të Karagjiqa Mladiqav, Vuk Hamovic. Edhe nuk është të mshef. Kush e ka bo negociatat, një ambasador, inderum, një burë që dhejti ku në këmë respektu, dhe që del ka tërhek kesh në për bankat rajonit, shtetëve të rajonit, $1,5 milion $. Vetëm ju po thoni kryeministri i Kosovës, disari votuar me 50% i mbajtur burg nga Serbia, tash po shpërndan Serbinë me miliona. Kryeministri i Kosovës do të me ekshyrë dhe vitin 2017, kur mi shku natën e ka prodhu rrymë keku. Edhe nuk ka guxu as një cent mu shtrajtu çmimi i energjisë. 0 cent. Keni edhe pamje, kur kanë nej aty ministra e kryeministri, dejnë me ngjes në kek, kanë flejt aty. Merrni qërni shifrat sa janë investu. Merë qërni kush e shet energjin në Kosovë. Merë qërni kush punon në termocentralin e kekut. Jo në emna publik, nuk jo në shep. Jo në shifra publike. Krejt jo në operator grek që lidhen direkt ose indirekt me Beograd, ose jo në trekansh. Sloveni, Zagreb, Beograd, Tiran, ose e kundërta Tiran, Seljanik, ose Athin. Pra jemi të folë për një mafi energetike super sofistikum që kam rri mi jamar Kosovës rreth 1 miliard euro për 18 muj. E nuk jemi popull sa Kina, jemi vesh 1 milion e gjyshi të dojmë Kosovë. Kjo është një për senave që është gabim edhe dëshim. Seni dytë, është anullimi i gazit Amerikan. Ka ardhe në Shkup. Unë e di që e projekt ka me ndohë dhe sot kur po flasim, kompanit caktum, operator caktum Kosovë, jënë të ju kontraktu për Amerikanëve, për me ndohë në të armën e afert. Sepse duhet më rikëthy, por pse i kemi u 5 vjetë? Kemi mujtë me avancu. Edhe kur tash keni me pas raste, së unë besoj që edhe aktert, tash që në prish me Zotin Kurti kanë me folë. Sa mundësit i kemi hup gjatë rrugës. Po aludoni të presidentja Vjosa Osmani, kur po thuni akter që në prish me ta?
Po, direkt ajo, unë mendoj që ajo është një për njerëzve kryesor që e din të vërtetën se çka ka ndodhur paktën në këto 25 muajt e fundit, sidomos në diskutime pej Washingtonit e Brukselit e deri në Prishtinë. Edhe është shumë e vërtetë që qëndrimi i zonjës Osmani pro Kurtit ka qenë në çdo tavolinë. Është pa drejt kur pe e linçojnë tash. Me këto fokus grupet që i kanë rrjetet sociale që pe e pushkatojnë për ditë. Por e vërteta u konë që një për arsye pse nuk është sanksionu direkt zoti Kurti u konë Vjosa Osmani. E ka shpëtuar zonja Osmani, që të mos Ma shumë se njëherë. Ma shumë se njëherë. Po, ma shumë se njëherë, dhe me thonë, unë personalisht e di, edhe shumica e ekipit presidentes, jënë konë miqtë e mi, bashkëpunëtorët e mi, kolegët e mi, të fillu pej deputetëve, ish ministrave, ku di unë, se na jemi popull i vogël, unë e thasha, ma herë, na njihem në vedi, zonja Osmani ka qenë një për avokatëve më të mirë që e ka pas zoti Kurti për arenën ndërkombëtare. Dhe a ju përgjigjet pyetje direkte, pse po sulmoni si agent i servisë? Tërë dash kur thush, ne po bashkëpunoni, unë po them... Kur u kuptu që është ai i tillë? Kur t'ja qësh 1 miliard, nuk o koha Ali Bungi tash me nu veshin birtë bravëve se me ngu qa po folin mrena në dhomë. Mos tim tash në detale se nëse duhet me folë edhe për lëvizjet për shkak që po i dalin jo lidhjet me X personin, jo qebet në klin. Unë anej nuk po du me i, se ato tema, a i duhet mu vetë pse u konë, po nëse ti kem rrimi a qupe i bugjetit Kosovës 1,5 miliard i blerje energjie për 18 muj, ti ke bërë shumë favor të madhë Serbisë. Dërsa nonën tjetër ke thonë, rryma e shtrajt vlem që mërë mafia energetike, ketë që jo i keqa. E këni një nërë zotin Kurti të e përmend keqin. Kur heq 5 juan pushtet keqin se përmend mo. Kur heq edhe sot operator tanë, ndërtues tanë, qoftë infrastrukturës, fabrikave, ndërtimeve, duhet me shku me apliku për leje, me shku me pagu trafon, edhe me shku me adhuru keqit, edhe Keci e bën një raport edhe e qënë në emën të investimeve që i ka bo në rregullimin e infrastrukturës energjetike në Kosovë. Pronën që operatori privat e ka investu, operatori privat e ka ndreq, ka apliku, e ka pagu, duhet me shku me apliku në Keci me afal, dhe Keci, me marrë ato dokumente, edhe me i thonë